إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet I takojnë vetëm Zotit të madh Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë për ti fale udhëzime kërkojmë. Salavatet, salamet, përshëndetjet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo musliman I cili e ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, ne ditë për ditë edhe gradualisht po e përcjellim gradualisht tërësisht Ramazanin, e lutim Zotin e Madh, Allahu t'i pranon adhurimet tona, agjërimet tona, Allahu xhelal t'i pranon kontributet tona, e mëkatet tona Allahu t'i shlyen, gjunahet tona Allahu t'i mbulon me maghfiretin e vet, me falin e vet dhe tolerancën e vet. Do të vazhdojmë në ngjarjen e Musait alayhi salatu selam, nga se ngjarja e Musait është shumë e madhe dhe shumë e gjanë, andaj edhe nuk do të kemi mundësi më pjesët e ngjarjeve që kanë mbetë që t'i detalizojmë, por do t'i mbarim në mënyrë të përgjithshme, të rrëfyera në Kur'an, pa u ndalë shumë me mësimet në mënyrë të detajshme, në mënyrë që të grumbullojmë disa prej ngjarjeve të shumta që I kanë ndodhur bijve të Israilit me Musain alayhi salatu wassalam. Përfunduam në gjëratën e kaluar rrëfimin e udhëtimit të Musait alayhi salatu wassalam me Khidrin. Kur kthehet te populli I vet, vazhdon me jetue tek bijtë e Israilit, te populli I vet, populli Musait alayhi salatu wassalam. Allahu xhelle xhelaluhu u kishte premtuar tokën e shenjtë se u takon bijve të Israilit. Argument se aty e ka ndërtuar Ibrahimi bashkë me Jakubin alayhi salatu wassalam. Andaj bijtë e Israilit janë bijtë e Jakubit. Jakubi Israili është I njëjti njeri, pejgamberi I Zotit xhelle xhelaluhu. Çish kanë ardhur deri në Egjipt bijtë e Israilit nëpërmjet Jusufit. Kur ka shku Jusufi në Egjipt, edhe Allahu e ka mundsu që të jetë ministër, atëherë I ka marrë bijtë e Israilit, babën e vet edhe vëllezërit e vet, edhe kanë jetuar në Egjipt. Pastaj edhe ndodhia çka ndodhi. Tani kur kanë ikë pi Egjiptit, edhe kanë dalë në për te detit, atëherë kanë kërkuar kujt I takon toka e Palestinës. Kujt I takon Beitul Maqdis, a nuk na ka takon neve? Atëherë Allahu xhelle xhelaluhu I zbrat shpallje Musait alayhi salatu wassalam se Palestina u takon juve. Palestina u takon ju nga se aty edhe keni qenë. Atëherë çka ndodhi zër? Allahu na rrofen se si bijve të Israilit u jepet mundësia për ta marrë Beitul Maqdis, për ta marrë Palestinën, mirë po ata nuk e dëgjojnë urdhën e Musait alayhi salatu wasalam dhe nuk I bindin Allahut te bareke ve teala. Si rezultat I mosbindjes, Allahu I ndëshkon me huti dhe humbje në labirint 40 vjet. Allahu I ndëshkon për mosbindjen ndaj Musait alayhi salatu wasalam dhe mos pranim të hyrjes në Palestinë, për të luftuar me Musain alayhi salam dhe Harun alayhi salatu wassalam për ta marrë Palestinën. Kush do me përcjell me Musaf, le ta përcjell në Kur'an në surën Al-Maide, surja 5, prej ajetit 20. Prej ajetit të 20. Thot Allahu te bareke ve teala: "Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi", dhe vini revëzër, përmendëm gjithmonë kur ka urdhra të vështira, të cilat do t'u lexon pejgamberi popullit vet, gjithmonë e përdor hyrjen e butë, hyrjen e kadalshme. Andaj wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi, kur ju tha Musa alayhi salatu wassalam popullit e vet, o populli jem. Kjo fjala o populli jem çfarë është? Është përgdhelje apo hyrje me ngadalësi, hyrje me butësi, nga se kërkesa e ran. Kërkesa është e ran. Sikur që ju tha Allahu te bareke ve teala kur u dash me myt vetveten. Kur ju tha Allahu xhelle xhelaluhu: "Wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijla fatubu ila barikum faqtulu anfusakum." Kur I ka thënë me vrapet vetën, çish ju tha ya qaumi, o populli jam. Gjithmonë në Kur'an kur vjen urdhri I ran, hyrja bëhet e kadalshme.
Andaj për shembull Allahu subhanahu wa taala gjithmonë besimtarëve në Kur'an kur ju zbret urdhra i paraprin me lëvdat. Për shembull, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju të cilët keni besuar. Pra një herë lavdron se ky ka besu dhe e kije gradën e besimit, të është bë obligim agjërimi. E kështu me radhë. Pra gjithmonë kur ka urdhra të rana vjen me thirrje të butë. Thot Allahu te bareke ve teala. Kur i tha Musa popullit të vet, o populli jam, dhe vini re vëllezër, çfarë hyrje ka bën Musa alayhis salam për t'i thirrë në luftë dhe shlirimin e Palestinës që ka qenë vendi i tyre. Mirë, po me kalimin e kohës kur kanë jetuar ata në Egjipt, tjetër kush e ka marrë Palestinën? Thot Allahu te bareke ve teala, ju ka thënë Musa, udhkuru ni'matallahi aleikum. Kujtone të mirën e Allahut ndaj juve. Sa të mira ju ka dhënë Zoti. Sa të mira ju ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Idh ja'ala fikum anbiya. Kur në mesin tuaj u ka bërë pejgamber. Pra, a mund ta bëron vëzër që begatia e popullit, me kur ka për shembull doktora, inxhiniera sa e madhe është. Para menon mesin e tyre të ketë pejgamber. Idh ja'ala fikum anbiya. Nga mesi juve kanë nxjerr pejgamber, por nga mesi juve. Musa alayhis salam nga mesi tyre, Haruni është nga mesi tyre, Yusha ibn Nuni si të bëhet pejgamber nga mesi tyre, dhe pejgamber të shumë të cilat i ka dërgu Allahu subhanahu wa taala. Thot Allahu te bareke wa taala, idh ja'ala fikum anbiya. Në mesin tuaj ka bërë pejgamber. Këtë kjo hyrje vëllezër, pse e ka bërë Musa alayhis salam? Që pastaj të vjen të urdhri, të shkojnë në Palestinë, mirë po me luftë. E për shkak se ka me kanë urdhri i vështirë, hyrja ka qenë e butë, hyrja ka qenë e ngadalshme. Thot Allahu te bareke ve teala, idh ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum muluka. Dhe ju ka bërë Allahu mbretër. Çish ju ka bërë mbretër vëllezër? E këtu ka disa prej komentet se kanë ardhur nga dietarët e muslimanëve. Çka është këtu mbretër vëllezër? Ka ardhur nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, sikur që ka transmetuar Imam Ibn Jeriri dhe Imam Ibn Kathiri. Wa ja'alakum muluka, dhe Allahu ju ka bërë juve mbretër, ka thënë el khadimu wal mar'atu wal bayt. Ka thënë mbretëria këtu për qëllim është çfarë? Shërbëtori, gruaja edhe shtëpia. Andaj ka ardhur transmetime të tjera, gjithashtu nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, se ka thënë el mar'atu wal khadim. Wal khadim, ka thënë gruaja dhe shërbëtori. Ka ardhur transmetim tjetër, se ka thënë Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu an, çdo njeriu i cili i ka dhënë Allahu shtëpi, gruaje edhe shërbëtor, ai mbret. Çdo njeriu i cili Allah i ka dhënë shtëpi, grua dhe shërbëtor, ai është mbret. Gjithashtu ka ardhur nga Hasan al-Basriu, halil mulku illa markab wa khadam wa dar. Ka thënë Hasan al-Basriu, a nuk është pushteti dhe mbretëria pos mjeti transportues, shërbëtori dhe shtëpia. Pra nëse njeriu të Allahu i jep çdo sene, çka e ka bë? E ka bën mbret. Me fjalë të tjera, nëse ti ke shtëpi, edhe ki gruaje, edhe ki ku të shkon llafi dikon, ti je mbret. Ti ku ti shpitane, dvesin tyje. Nëse ka dvesë, ti kanë se vetin hiç. Po nëse ki shtëpi, edhe ky bashorte, edhe të pyesin ty, çka më bën në atë shtëpi, Allahu të ka bën mbret aty. Për këtë arsye ka thënë Abdullah ibn Abbasi, wa ja'alakum muluka, është për qëllim se Zoti ju ka dhënë shtëpia, gra dhe shërbime. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, nuk është mbretëria vetëm mbretëria e faraonit. Nuk është mbretëria e faraonit. Jo, ka mundësi me ka mbretëria pak më e vogël, por ti je mbret aty. Ti je mbret në shtëpinë tënde. Të ka bëu Zoti Zot te bareke ve teala mbret në shtëpinë tënde. Gjithashtu vëzër, ka ardhur nga shumë prej komentatorëve, sikur që ka ardhur nga Sudiu, ka thënë wa ja'alakum muluka, qal yamliku ar-rajulu minkum nafsuhu wa malahu wa ahlihi. Ka thënë është për qëllim se tani sicili pi juve e ka në pushtetin e vet veten e vet. Pse u ka përmend Allahu kështu? Se kur kanë qenë te faraoni, as vetën se ka pas në dorë. E ka thirr faraoni, ka thënë hec puno që tu, edhe s'ka guxu mi thonë jo. Tani ka pas të drejtën mi thonë jo. Andaj ju kujtohet kur kërkua një lop për ta pre, të cilën lop nuk e kishte posti njeri, edhe ai njeriu kishte qenë respektues ndaj prindërit vet. Dhe ai tha nuk ju ashes. Ata thanë skiçare pa na ishit, e thirrën Musa alayhis salam. Çka i tha Musa? Vetne, kjo pronari.
Zguzon me zor me ja mor lopën. Tha paguja një sa klipe. Që kjo mbretëria dhe zër. Mbretëria o kur ti zotnon vetën tane. Apo për këtë arsye ka thënë Sudiu, ka thënë ju tani e keni në dorë veten e juve se te Faraoni se keni pas. Tjetra, wa ma lahu, dhe pasuritë tua, ti parë i tuat. Faraoni nuk i ka vet. Para mendo, Faraoni ka pas ligj. Si cili që ka pasuri, në standardin e pasurisë së vet, e ka obligim me e ndreq një shtatorë, një put Faraonit me në shpi. Nëse ka pasuni shumë për pjalltanit, nëse ka ma pak për argendit, nëse ka ma pak prej hekurit eksumerat, për drunit, për loqit, për diçka e bane, se ka pas ndorë as pasurin e vet, as dur të vet as i ka pas ndorë. E Allah thot, u e gja'alekum muluke, tash jeni mbretër. Nëse mbreti qka është për qëllim, kur i ka në zotësin e vet, në pronën e vet, gjërat e veta. Gjithashtu ka ardhë, ka thanë Sudiu, ka thanë dhe familjen e vet. Familjen e vet. Argumentet dhe zërë. A ju kujtohet të Faraoni? Ha? Thotë Allahu Gjelle Gjelaluhu për Faraonin. Ha? Ju dhebbihu ebnaahum, wa yastahi nisaahum, u avrit të fmit dhe u alin të gjallë gratë. Nuk ka pas mundësi mi thanë njeri, mos ma vroj fmija. A i ka thanë, së nga po kur gjo. Për këtë arsye Allahu i thotë bijve të Israilit, a e kujtoni begatinë e Allahu nda juve, që ju i dikon zort madh, na ju kena liru juve. Sa për njerëzve vëllezër e kanë shijue robërien, luftën, armikun, khasmin, pastaj kur Allah ja jep një cop lirie, a shfrenohet. Dhe del pi binarëve të Zotit Gjelle Gjelalu. Në vend që t'i bindit Allahut më tepër, në vend që të bëhet më musliman, në vend që të bëhet më i devotshëm, ai shfrenohet më tepër. Për këtë arsye vëllezër thot Allahu Gjelle Gjelalu, wa ja'alakum muluka. Gjithashtu dhe kanë ardhur dhe hadithe me të njëjta shprehje, mirë po thot Imam Ibn Kathiri, këto nuk qëndrojnë si hadithe, por qëndrojnë si fjalë të sahabive të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa hadithi sakt që ka ardhur nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wasallam në hadith: "Man asbaha minkum mu'afan fi jasadi, aminan fi sarbi, indahu qutu yawmi, fa ka'annama hizat lahu ad-dunya bi hadafiriha." Ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kush zgjohet për juve në sabah dhe trupin e ka të shëndosh, je qunë sabah dhe s'ki nevoj me shku spital, as s'ki nevoj me shku në doktor, edhe është i sigur të shtëpin e vetë, s'të ngucë kërkush, atë ka ngucë dikush të arë në gjami, atë ka ndjek dikush, jo. A ma dushme ditë se ka musliman që si firën e iftarin me të ndjek me e hajnë, tu i ke hajnë, duke umbrojt pi armëve të zullumqarve e hajnë. Allah i ndihmoft ja Rabbel Alamin. Ti s'të ka ngucë kërkush, ti shëtit është let, apo? E kjo është me begatit Zotit Gjelle Gjelalu. Kjo begati Allahu subhanahu wa taala. Ati e meritor që i e lira. Ati e meritori që ti i lira. Jo begati e Zotit Gjelle Gjelalu. Thotë Allahu te barek, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe e ka ushqimin e ditës, jo të mujit. Jo të mujit. Jo si do ato komunistat, thotë s'kini me pas me hangër ju manatana. Për 80 vjet e ardhshme menonaj. Levitet 80 vjet për sot kena me hangër, alhamdulillah. E për nesër po vjen, çaj Zot që ka furnizuar sot, më furnizon edhe nesër. Apo? A dhe ka thënë alayhi salatu wasallam, nëse qohet sabah, trupin e koçnosh, nuk e nguc kërkosh është i sigurt. Ushqimin e ditës e ka thënë alayhi salatu wasallam. Këtina sikur më ju pas dhan dunjaja në qosh. Bi hadafiriha. Hadafiriha qa është komplet me ta thonë. Qa po do ma shumë vëllo? Realisht njëri qka lipi kësaj dunjaje? Shpi, siguri, ushqimin. Këto janë që ka në dunja, që të shka s'ka në dunja. Qa ka në dunja? Për këta si dhe thëtë Allahu të bareke vë tjara, wa ja'alakum muluke, dhe ju ka bërë mbretër. A në dhe zërë, mos si në shmo begatit e Zotit. Nëse je i sigur shpitane, edhe ki familje, edhe ki me hangër, alhamdulillah ti mbret kane. Wallahi ti mbret kane. Nëse qohët dikush me të mbush uj, nëse qohët dikush me të maru buk, ti e mbret. A dhe që ma thonë dikush me lëviz për ty me të maru buk. Allahu ta ka mundsu begati e Zotit Gjelle Gjelalu. Andaj ka thënë Allahu wa ja'alakum muluke, se ju asë që to si kini pas, ju ka ba Allahu mbret. E disa të komentator kanë thënë, është për qëllim se Allah ju ka thënë edhe mbretër. Allahu ju ka thënë edhe mbretër në kuptimin e hakikatit të mbretërisë. Sot Allahu te bareke ve teala, wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin. Dhe Zoti ju ka dhënë juve gjëra që s'ja ka dhënë kur kujt në dunjë. Këtu ka dy komente.
Komenti I parë, thot Imam Ibn Kathiri, yani alamiyya zamanikum fa innahum kanu ashraf an-nas fi zamanihim min al-Yunan wal-Qibt wa sa'ir asnaf bani Adam. Thot Imam Ibn Kathiri, komenti I parë është se nuk ka në vaktin e bijve të Israilit njerëzi më besimtar dhe më të graduar dhe më të drejta që ju ka dhënë Allahu subhanahu wa taala se sa bijve të Israilit. Ata kanë qenë muslimanë të vaktit. Ata janë qenë muslimanë të vaktit. Andaj Allah thot, juve ju kena dhënë që s'kena dhënë kurkujna. Thot Imam Ibn Kathir dhe kjo është e vërteta. Komenti I dytë, cila? Komenti I dytë është se Zoti ju ka dhënë gjëra, do të vinë të dëgjojmë më andej. Gjëra që si ka dhënë kurkujna në dunja. Ju ka zbrit ushqim piçille. Ju ka nxjerr ujë piguri. Kur kanë hub 40 vjet rrugën, janë anku te Musa, që ka transmetuar Imam Ibn Kathir nga Surdiu. Edhe I ka thënë bit e Israil Musa alayhis salam, ka thënë o Musa, udhën e hupëm, po buk ka me hangër. Dillin amiti, s'kena çka me hangër. S'u po dalë me tregti. Ata çka ka ndodh? Allahu ja piçille ju zbret ushqim. Megjithëse janë ndëshkim për shkak të luftës që s'e kanë pranuar, megjithatë Allahu I ka begatuar. Dhe I ka begatuar derisa nuk I ka duk I mirë as mjalti, e as plumbi, e as zogi. Kanë lip me hangër kastraveca, kanë ik me hangër grosh, kanë lip me hangër kep, kanë lip me hangër hudra. Se që shto njeri kur mësohet me hudra e kep, mjalta I ven e keqe. Kur mësohet me kep e hudra, kur mësohet me menimet hudrave, me menimet kepve, me menimet pasulit, kur ti qesh mjaltat, heke, bëma temën. Apo, do ta shohim në belejnë Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xhallahu vazhdim. Atëherë ju ka thënë Musa alayhi salatu wassalam, I ka thënë: "Ya qaumi", tani urdhri. Prapë ka thënë "Ya qaumi", se urdhri është general. Ka thënë "Ya qaumi, udkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum." Ka thënë o populli jam. Tani ju përmendni begatin. Hyni në tokën e shenjtë, të cilën Allahu ua ka shkruar juve. Ua ka shkruar juve. Cila këtë tokë dhe zër Bejtul Maqdis, Palestina. Allah e shilov nga dora zullumqarit, ja Rabbel Alamin. Edhe I laft muslimat rahat aty, ja Rabbel Alamin. Gjithat zullum të madhe bal, rënkon toka dhe qila pi zullumit atënve. Rën toka e qila rënkon pi zullumit që ka e bën ata zullumqarit, ja Rabbel Alamin, Zoti Allah është aqin. Thëtë Allahu ja qaumi dkhulu al-ardha al-muqaddasata allati kataba Allahu lakum. O ju besimtar, ju ka thënë Musa alayhis salam, o populli jam, hynin tokën e shenjtë, të cilën Allahu ua ka premtuar juve. Pa ajo tokë është për juve. Aty ka jetu baba juve. Aty ka jetu kush? Israili. Aty ka jetu Jakubi alayhi salatu wassalam, djali Ishaqut, djali I Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dhe Allahu te bareke ve teala. Dhe shiko, Musa e ka ditë çfarë populli ka. Dhe e një popullin e vet. Andaj mas kësaj ngjarje lodhet mo. Lodhet dhe harxhohet shumë. Sikur se njerëzit dinë me të harxhu deri maso s'ki as koment, s'di as çka me than pi zullumit, s'di as si mi shpjegu gjërat, sepse vëllezër njerëzit dinë me bë zullum deri në xhenem. Andaj kur besimtari lexon Kur'an pse ka kriju Zoti xhenem, dhe ndonjëherë në shpjegon pse gjithaj xhenem u ka krijuar. Pse Allahu e ka ndez flakat xhenem. Mirë, po kur I sheh vëllezër veprat e njerëzve, mohimin e njerëzve, kufrin e njerëzve, shirkun e njerëzve, padrejtësitë e njerëzve, mëkatët e njerëzve, inatin e shejtanit të njerëzit, atëherë ti thue elhamdulillah o Zot për xhenem, se nuk I lan zullumet kur gjanë dunja pasaj xhenem. Kitë të zullume që ka bëhen dunja vëzër, edhe njerëzit nuk I kanë mundësi mi kthi të drejtat e veta. Qysh kthehen ditën e gjykimit. Andaj pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë atë ditë atë shumë kanë mu kthi padrejtësitë, dhe hakën në mes veti, derisa Allahi edhe dashin me delën jo këtë hakin. Dashi ka pos brina, e delës ka pos brina. Kjo me brina I kam shumë këti pa brina, se disa e va, si të ketë brina më shonë, sa të mundet, se ja ka dhënë Allahi mundësin me pos brina. Ama një dit ka me ja hek Allahi brinat, pin dash ka me po dele. Edhe Allahu ja thot pejgamberi sallam, e merr dashin ja hek brinat, javnon delës, thot mshoj. Edhe I mshon. Megjithëse në fund I shkatron edhe këtë. Mirë, po kthehet haki. A ditë është dita e kthimit hakeve. E lusme Allah mos ta bën pi zullumqarëve.
E lusë me Allah mos na më pi padrejtve, që dikush me na e zan neve kamën për mos me mujt me hinë xhenetin e Zotit subhanahu wa taala. Thot Allahu xhelle xhelalu, ka thënë wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. I ka thënë Musa alayhi salatu wasalam, o populli jam, hyni në tokën e pastër, në tokën e shenjtë, në tokën e Palestinës, në tokën kur është xhamia e shenjtë. Hyni ati sa Allahu a ka premtuar juve, wala tartaddu ala adbarikum, dhe mos gaboni me rezistue dhe mu kthi mas, dhe mos gaboni me dezertu, dhe mos gaboni me ma kthi urdhrin. Mo, se Allahu a ka shkrujt juve. Shiko, pse ka paraprime këtë fjali? Ala pa fol ata, se e ka dit se këta s'ka me pranullet. Ka thonë wala tartaddu ala adbarikum, ka thonë mos gaboni me kthi prap. Adbar është kur ja kthen shpinën, ju ja kthen shpinën, fatanqalibu khasirin. E nëse e këtheni shpinën, keni me hup shumë, keni me mbet të dështum, keni me dështu me dështimin më të madh. Do shohim cili është dështimi. Shiko, thot Imam Ibn Kathiri, hyni në tokën që ka shkruar Allahu xhelle xhelalu, është toka e shenjtë, toka e Palestinës, e cila derisa kanë qenë bijtë e Israilit u ka takuar atyre se kanë qenë besimtar, ndërsa me ardhen e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ajo tokë është tokë e muslimanëve, nga se nuk i takon ajo tokë posa atij i cili ka iman dhe i beson pejgamberëve, ndërsa ai i cili ka mohuar pejgamberët nuk i takon toka, nuk i takon toka. Pastaj thot Imam Ibn Kathiri, ka thënë pejgamberi i Allahut, hinin këtë tokën e Zotit, apo hinin tokën e Zotit, dhe mos gaboni me dezertu. Qëndroni dhe hyni dhe luftoni me popullin i cili është aty. Atëherë çka ka ndodhur zot? Shikoj, thot Allahu xha, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Ka thonë Musa, si me hina aty, ku në Palestinë o një popull jabbarin, popull i fortë, popull i ashpër, popull sun luftojnë me ta. Thot Imam Ibn Kathiri, çka ka ndodhur? Janë arsyetu se ne nuk kemi mundësi me i në këtë tokë për shkak pa aftësisë tonë për t'i mujt ata njerëz, sa ata jam shumë fuqishëm. Çka ka ndodhur? Ka nga Abdullah ibn Abbasi radhiyallahu anhu, i cili ka shpjeguar. Thot, e ka urdhëruar Musa alayhi salatu wassalam, që të hynë në tokën e Palestinës, shkon atje, i ka dërguar 12 njerëz. Në mesin e tyre Yusha ibn Nunin, Yusha ibn Nunin, edhe në mesin e tyre e ka dërguar edhe dhëndrin e vet. Dhe ju ka thënë 12 vetave, shkoni merrni lajm çfarë populli janë ata, edhe këshirën e mirë qytetin çish ka mundësi na me pushtue. Kanë shkuar aty, edhe Yusha ibn Nuni ka pas janë të fortë. Mirë po Musa a.s. i ka thënë Allahu na ka premtuar tokën, dhe na tokën kena me fituar, me izin Allahu xhelalu xhelalu, nuk na e fitojnë. Apo çka ka ndodhur? Ata një pjesë të tyre kur e kanë pa sa të fortë janë, e kanë pa tut 12 kanë dhënë besën. Yusha ibn Nuni ka thënë, asnjëri prej juve mos t'i kallzoje popullit sa të ashpër janë, se ju bie motivi. Mos kallzoni. Nga se Allahu ka me nëndihmue me hapin e parë që ka hina në Palestinë. Ne kena me fitue. Atër që ka ndodhë? Atër njëri prej tëre i shton fjala dhe shiko i kalzon popullit vetë. Thot, ata ishën shumë të ashpër. Ka orë transmetimin nga Abdullah ibn Abbasi se pëmt që i kanë pas të mloja shumë, e ka hangur një njeri, ka hangur shumë buk. Dhe kër e kanë pas trupat të ndoj, ka thonë, këtu nuk ka mundësi me luftue. Këta njerëz kanë mëna në poshtë, edhe i kanë ngallxu popullit vet. Kur i kanë ngallxu popullit vet, bijve të Israilit, ata janë frikuar. Edhe çfarë kanë thënë? Kanë thënë Musa alayhis salam, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Aty kanë një popull i fortë që më shkuan me ta me luftue. Ne s'kena mundësi me luftu me ta. Qoftë Allahu te bareke ve teala. Wa inna, çiqollë, ala ma keç kanë thënë. Ala ma keç. Kanë thënë wa inna lan nedkhulaha. Andaj dhe njëra prej begative që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ose sahabët e tij, asnjëherë nuk i kanë thënë na zvina, na se bojna, na smujna. Gjithmonë i kanë thënë hec namastije jena. Sigur të shohim disa prej transmetimeve. Shikoj sa çu kanë prit Musa alayhi salatu wasalam. I kanë thënë wa inna lan. Shikoj kur s'kena me i. Hiç kur.
Kur nuk hina ati, lendet khuleha. Ne kur s'kena me hi aty. Shikoj çfarë prit me i kanë bërë Musait alayhi salatu wassalam. Wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Shikoj vëzër, sigur janë plot për njerëzve. Pastroma thot ti mu terrenin më soni unë vije. Ka thonë dalin ato na hina. Çish të dalin ato? Ato miza kena. Njerëzit duni me luftu për me mor tokën. Ka thonë lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Le dalin ata na hina. A që shtu shkon puna? Jo, nuk shkon vëzër. Apo me ta kry dikush punën tjetër? Dikush tjetër ti me shku me e morë të gatshme? Jo, Allahu gjave thot kështu. Fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Si dalin këtë ata na hina. Në dalin ata na hina. Sepse vëzër shiko, këtë janë mësu çdo sa Musa shkopit. Çdo sa që ka pas e kanë mbra njerin se ne kanë gjetë vrasasin, i kam shu lopës. Dhe këto janë mësue, abe Musa e ka shkopin, ki më shonë edhe e sos këtë punë. Janë mësu që shtu. Andë shiko që i kanë thanë Musa alayhi salatu wassalam. I kanë thanë, thotë Allahu gja para se me e tregue rastin e atyre që kanë intervenu për diburrave, të sët i ka zjedh Allahu të Yusha ibn Nun edhe Kalib ibn Yufenna. Këj ka qenë dhandër i Musa alayhi salatu wassalam. Dhandër, burri i motës Musait alayhi salatu wassalam. Këta dy kanë reague. Kanë thanë qale rajulani min alladhina yakhafuna. Kanë thanë dy burra, Yusha ibn Nun edhe Kalib ibn Yufna. Thot qale rajulani min alladhina yakhafuna an'ama Allahu alayhima. Dy burra kanë fol. Dhe rajulani, çto dy Allah ka njëri bitur ka po pejgamber. Yusha ibn Nuni, i cili ka shoqërua Musa alayhis salam te Khidri. Kanë thënë këta dy burra, Allah ju kishte dhënë begati. Është lexuar ky me qiraat wa qala rajulani min alladhina yukhafuna. Kanë thënë dy burra të cilët kanë pas autoritet te populli vet, populli ka pas autoritetin. Çka kanë thënë? An'ama Allahu alayhima. Allah ju ka dhënë begati atyre të dyve. Udkhulu alayhimul bab. Henin der, henin Palestinë, henin der rreth qytetit. Fa idha dakhaltumuhu, nëse vini me hije, veç hajti me hije, fa innakum ghalibun. Ju minjarë keni me fitu luftën. E sigur të që keni me fitu luftën. Wa ala Allahi fatawakkalu. Mbështet në të Allahu. Mbështet në të Allahu gjele gjelalu. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Mirë po vëzë këta, a jam pajtu me këta? Jo. Kjo ka qenë kujtimi fundit para ndëshkimit 40 vjeqar që ja u ka dhonë Allahu gjela me hub rrugën mesin e një mahale 40 vjet. Tan ditën kanë hec, në fund janë këthit e veni ku kanë nis. A mush me para menue? Tan ditën 12 sahat kanë hec me dal pi mahale, mas janë bo tu të rrue, kure kanë po vetën që ti ku pas minis. Prap, sillu pështillu 40 vjet. Deri sa e në nku, o Musa, kina me dekna që të usilë në vend. E Allah u pasaj i ka begatu me disa begati. E tani vëzër, të bëjmë një krahasim në mes këti karakteri dhe karakterit sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tregon Imam Ibn Kathiri nga Anas ibn Malik radiallahu dhe hadithin nga transmetuar Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi të tjerë nga dietarët e muslimanëve në historinë e Muhamedit në musnedin e tina. Thot nga Anas ibn Malik se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka dalë në luftën e Bedrit, edhe ka kërkuar këshill pi muslimanëve. Edhe ju ka thënë eshiru aleje ejuhel qaum, o ju njerëz, folli. Se ka dalë me ezan një karavan. Karavani ka ik. Dhe kur ka ik karavani tash, domthon s'kan pas mundësi me e realizuar çka kanë dashur. Atëra kanë dalë dikun, e dini se nuk e ka mrias 1000 veta. As 300 e diçka veta, ndërsa ata kanë 1000 veta. Sahabët janë kanë diku 300 veta. Dhe pensam tash çka më bëhe? Ka thonë eshiru alej, folni o ju njerëz. Ka fillu me fol Abu Bakr Siddiku. Ka fillu me fol Omar Khattabi. Dhe kanë thonë fjalë të cilat kanë thonë fjalë të mëdha, fjalë të mira. Mirë po pejgamberi ka dashur me folën sart, se ata janë kon populli. Ata janë kon shumica. Ata janë kon shumica njerëzve. Andaj prapë Jezusi ka thonë eshiru alayya ayyuhal qaum, folni o ju njerëz. A me Abu Bakri ka fol. Atëra Ozjuni sahabi edhe i ka thonë ja Rasulullah, a neve i du nasinua? A ki përshëllim na me fola? Atëre është njëri për tëre edhe i ka fol. I ka thonë idhen, shikov dhe zë, ka thonë atëherë ja Rasulullah, la në kulu kema kalet benu Israila li Musa. Ne nuk themi ty
Qishtë kanë thonë bitë Israil, kanë thonë bitë Israil Musait a.s. Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Dhe në ajetit tjetër vëzër, që ka me thonë? Ata kanë thonë, o Musa, ne porrim që tu, shkoti me Zotin tanë lufto, çliroje Palestinën, na vina. I kanë thonë sahabët, që shkarën nga Miqdadi radiallahu anë, ka thonë, ja Rasulullah, ne nuk themi ashtu, ne nuk themi shkoti me Zotin tanë lufto, edhe në rrinë këtu. Jo, ka thonë, mirë po, ka thonë, walladhi ba'athaka bil haqq, pasha atë i cilit ka dërguar me të vërtetën. Ha, law darabta akbada ila barkil ghimadi lattaba'naka. Ka thonë, wallahi ya Rasulullah, ha, nëse don me i, cilën ndush vrim, cilën ndush rrug, mat ngushtën, na çati vina. Transmetim tjetër ka thonë, nëse do me i që të ndeti, na vina me ty, ku të qojë rruga? Apo, transmetim tjetër vëzër që i kanë thonë, i kanë thonë sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sikur që i ka thonë Miqdadi, i ka thonë, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun. Ka thonë, ne po themi ty ja Rasulullah, shkoti me Zotin tanë lufto, na duhet Zoti, shkoti me Zotin tanë lufto, inna ma'akuma muqatilun, ne me juve luftën e bashkë. Këta që kanë thonë, inna ma'akuma, inna ha huna qa'idun, ne që të rrina. Sahabët kanë thonë, shkoti me Zotin tanë, edhe na vinë luftojnë a bashkë. Këta kanë thonë, shkoti me Zotin tanë, na rrinë që të. Për këta si u dhe zy ka arë ndërshkimi, 40 vjet e kanë hubë rrugën, ndërsa sahabit e pejgamberit alayhi salatu wassalam, për sa o vëzër, për 8 vjet, për 8 vjet, dunjane ka shliruhe. Lufta e Bedrit vitin e 2 të Hijrit. Pra në 13-15 vjet nga shpallja ka ndodhur lufta e Bedrit, apo dhe prej te Bedri deri te vdekja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa ka vëzër? Sa ka? 8 vjet. Për 8 vjet pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka shtri Islamin në 4 anët e botës. Këta 40 vjet e kanë hub udhën mahall, sikur që kena hub na. A e bedini? A ne kena hub udhën. A bash për jamën menja juve që kena gjetë udhën na, që sa vjet musliman silën e pshilën ben, që sa vjet. A nuk ka e hub udha vëzër, që musliman hekin dhe vritën dhe mbytën dhe lëndohen dhe persekutohen, ndërkohë që na kujtojnë atë që sa mirë na të bo. A bash kujtojnë, për na udhën e hub të kena. Na udhën e hub të Allah i shala na udhëron, na udhëreton. Nuk ka mundë si ose një musliman me hek, e ti me thonë, holla, alhamdulillah. O ti ku të thujsh, alhamdulillah, që që gjithoj, alhamdulillah. Po nuk kanë regull kjo, dhe zë. Kjo nuk kanë regull. Gjithë të milion musliman, 2 miliard musliman, 2 miliard musliman, së një sigurojnë, së një sigurojnë iftarin sigurt një poplit vogël. Musliman edhe ato. O dhe zër ato dhe ato be e kanë let. A di shka, qëllë me be udhën të largona për këto? Apo? O e gjami e shenjt. O venin shenjt, zhuzon me livriz. Po këta si o dhe zër, 40 vjet e kanë hub rrugën, 40 vjet. Nërsa pejgamberi alayhi salatu wassalam për 23 vjet e ka përçuar mesazhin deri në 4 anë të botës. A ka diku që s'ka shku Islami? Po këta syje, shiko, në ato momente kur nuk ngohet Zoti dhe nuk ngohet pejgamberi alayhi salatu wassalam, atar hubër rruga dhe zë. Do ta shohim në amelin Allahu te bareke ve teala. Thot Allahu xha vazhdim. Qalu ya Musa. Se këta kanë folë, dy burra, Yusha ibn Nun. Edhe ju kanë thonë, hini be se fitojna, wallahi fitojna. Allah na ka premtuar. Qala rajulani min alladhina yakhafuna. Kanë thonë dy njerëz se ti kanë pas tut Allahu xhel xelalu. Hini se fitojna luftën, e fitojna Palestinën dhe e shlirojna Kutsin. Edhe morna na, sa ajo është tokë e babës tonë. Në rregull, a janë bin? Jo, qalu ya Musa. Inna, shiko, vërtetim për dytë dhe zot. Shiko, në ajetin 22 ka thonë len nadkhulaha, në ajetin 24 len nadkhulaha, asitunia. Ya Musa, qalu ya Musa, inna len nadkhulaha, nuk hym, qartë nuk hym abadan. Zalet parën herë, Musa ka kuptu, ata ka kuptu abadan, e iqbe kur nuk hina, apo e theksume kur nuk hy, ma damu fija, pos dullën ata nuk hina kur. Fadhhab
anta wa rabbuka faqatila inna ha huna qa'idun. Shko ti edhe Zoti jot. O dhe Zoti Musa nuk ka Zoti i këtinve? Rabbuk ud'u lana rabbak. A ju kujtohet ngjarja e Bakaras, lopës? Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma lawnuha. Ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqar rabbaka rabbak. Ku a nuk ka Zoti jot? A nuk ka dhe Zoti juve kjo? Pse i thoni Musës lutë Zotin tanë? Ti çka e ke Zotin e Musës? A ke dhe ti Zot? I bashiko dhe zër, kur imani nuk është në nivelin e duhur, thëtë Allahu te bareke ve teala, i kanë thanë: o Musa, shko ti edhe Zoti jot, çliron në venin, luftoni, na po pritmi që tu. Shiko që kanë thanë: inna ha huna qa'idun. Na po rrina ult. Ult kanë thanë. Shiko ajeti 24. Na po rrim ult. Apo qala athara, thot Imam Ibn Kathiri, i kam rije kulmi i nervozës dhe i shqetësimit Musës alayhi salatu wassalam. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Ka thonë: o Zot jem, ka thonë Musa alayhi salatu wassalam, o Zot jem, unë s'kam dorë më kur gjau. Unë veç vetën e kam dorë edhe vllavin tëm. Ky më ngon, kjo pejgamber. La amliku illa nafsi wa akhi. Fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. U ka lodh Musa alayhi salatu wasalam me njerëz të cilët nuk marrin vesh në asnjë mënyrë. Ju bje ajete, ju bje fakte, ju bje prova, nuk marrin vesh. Çka do që t'ju sjellësh atyre, nuk marrin vesh. Atëherë thot Musa alayhi salatu wasalam, kur i mrin kulmi i nervozës, thot: o Zot, lutet kundër tyre. La amliku illa nafsi wa akhi. Thot Imam Ibn Kathiri, lejse ahadun yuti'uni minhum fayamtathilu amra Allah. Ka thënë Musa alayhis salam: o Allah, asnjëri s'të mungua. Nuk kanë të mungu këto. Nuk bindën. Nuk i bindën urdhave të Allahu xhelle xhelalu. Wa yujibu ila ma da'awtu ilay. Dhe nuk po përgjigjen në thirrjen të cilën po ja u baj atyre pos une dhe vllau jam. Pos une edhe vllau jam. Ka thënë: fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. Ka thënë: o Allah, në ndaj mes meje edhe popullit zullumqar, popullit fasik, popullit të prisht. Ka arë nga Ibn Abbasi se ka thënë radhiyallahu anhu, fjala Musait alayhi salatu wasalam: fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin, yani iqdi bayni wa baynahum. Ka thënë: o Zot, gjyko mes meje dhe këtyre. Në të sosët kjo punë. O lodh, njëri vëzër vend me një pike dhe nëson pejgamber. Lodhët nga shtrëmsia, prapsia, zullumi, vjen me një nivel thot: faqdi baynana. 950 vjet i ka lut Nuhi alayhis salam popullin e vet: o popull, besoni, o popull, bindju Zotit, o popull, mos bani mëkate. Ju i ka lut, Von që ka thënë: o Zot, la tadhar min al-kafirin diyara. O Allah, as ti qafir mos lën tok. Edhe çka ka ndodhur, as ti qafir s'ka met. I ka thënë: largoje ti me anije. Fa aghraqna. Krejt që ka kanë med i ka përmbys Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj që ka i tha Musa a.s. kur dullën për detit, Musa a.s. kur pështoj popullin e vetë, dashti mi mshu detit të mshele, që mos të hinje faraoni që të mesin andaj detit. Apo, që ka i tha Allahu gjile gjile: watrukil bahra rahua. Leje pak, leje qelë, o Musa, leje në t'hin kejto, kata në t'hin, le t'hin deti komplet. Pastaj mas i t'hin që atëherë i mshojnë në detit. Për këta si jo vëzër, zullumi kër e mërin kulmin, edhe pejgamberi s'ka mu, qku e ki. Allah e zbi shpalde, hajta morin Palestinën, jo, në arina që tu, së sa ti punën në vetë. Apo, atër ka thanë: fafruk bejnena. Ka thanë Ibn Abbasi: iqdi bejni vë bejnehum. O Allah, mes mu edhe këtëne, apo, këpute. A do të shumë ligjratën e fundit isha Allahu Gjellë Gjellaluhu, se si Allahu Gjellala jam mërë shpirtin edhe Harunit edhe Musait a.s. duke qenë në huti, në 40 vjeqarin e hutijës. E meritojnë me hu pejgambert e Zotit Gjelle Gjelalu nga arroganca, nga padrecia, nga mosmirnjoja dhe mos falëndërimin ndaj Zotit që Allah i ka begatu me pejgamber. I ka begua me pejgamber.
Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, fafruq baynana wa bayna al-qawmi al-fasiqin. Ka thënë, o Allah, ndaj mua mes meje edhe popullit zullumçar. Ndaj. Iqdi, gjiko. Ufruq është ndaj këto veç, mua veç. Se nuk shkon më me këta njerëz. Është lodh. Thot Allahu te bareke ve teala, qale, me njëherë përgjigja ka ardhur, sepse është fundi. Qale fa innaha muharramatun alayhim 40 sanatan yatihuna fil ardi fala ta'sa ala qaumil fasiqin. I ka thënë Allahu subhanahu wa taala Musa alayhi salatu wasalam, fa innaha muharramatun alayhim, e kanë haram tokën sa 40 vjet. 40 vjet se kanë me hin Palestinë. A disa janë vëzë 40 vjet. Kanë thënë komentatorët derisa kanë dek krejça i brez. Dhe kanë met veç evlat të tëne, dhe kur janë rrit evlat të tëne, këti kanë dek baballar, kanë met veç Yusha ibn Nunja dhe dhëndri Musait alayhi salatu wassalam. Dhe ata pastaj e kanë mobilizuar rinian e re besimtarët e ri dhe kanë shkuar e kanë çliruar Palestinën. Andaj ju ka thënë Allahu, inna muharramatun alayhim, 40 vjet kanë me pas haram. Pse o vëzër, nga mëkatet që kanë vallë në tokë. Musa alayhis salam i ka thënë, idha banta rabbuka faqatila, shko ti me së timtan lufto. E ju çka keni me bëktë? Ja, ju çka keni uli keni mungjia, çka keni me bëju? Pse ju mos me dal me Musa alayhis salam me luftue? Sikur që i ka thënë Miqdadi, shko ja Rasulullah, namastije jena. Shko, ku do të shkosh në vin namastije? Për këtë arsye vëzë shko, Allah ja ka bë haram sa 40 sana. 40 vjet keni musil andaj këndej. Thot Imam Ibn Kathiri, kur ka bë dua Musa alayhis salam kundër tyre, Allahu i ka ndëshkuar, sepse nuk e kanë ngu Allahun, nuk ju kanë mbind urdhit të Zotit, nuk e kanë mbind urdhin e Musait alayhis salam për të siruar tokën. Atëherë që ka ndodhur? Atëherë Allahu 40 vite u ka bër haram, fa waqa'u fi tih. Çka o tih? Taha yatihu tayhanan, ha tihan. Thot Imam Ibn Kathiri, thot waqa'u fi tih, ha yasiruna daiman wa la yahtaduna lil khuruj min, wa fihi kanat umur ajibatun wa khawariq kathira. Ha vini edhe çka ka ndodhur. Kanë met mahall në arvati dhe përpjekje për dal. Janë sill tan ditën, që ka Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, tan ditën janë sill edhe në vonë kanë me aty. 2 motor kanë çdit, dalin pi mahallës. Mas janë bë 2 motor, tan ditën kanë ec, kur e kanë pa veten. A mund të para mëzë për shembull ti. Nisësh pi të shtëpia jote, për dal në pazar. Sillosh ptillës së në gjen udhë ku ta shif të shtëpia jote. Prap nesër. Apo dal në pazar, s'ndel. 40 vjet kanë sill aty. Deri sa janë frigu se kanë me dek. Pit kesë ti çka ku me dal. S'u ka dalë as s'u ka pas tregti. S'u ka dalë me shit mall. Kuço 40 vjet ti. Çka i thën ti humbje, hutin, labirint o sill. Apo se çdo udh, çka ka thon, çtu më dash ta dalna, ai udhi ka kthi këtu në vend. Çdo udh që kanë sill, prap në vend ka kthie. Apo për këtë arsye vëllazër, kjo është për ndryshimeve të Zotit xhel xhelalu. I ka ndëshkuar Allahu subhanahu wa taala. Qad Allahu te bareke wa taala yatihuna fil ardi, do të sillen tokë me një vend të caktuar, s'kan kanë mundësi me dal. Qad Allahu xhel xhelalu fala ta'sa ala alqawmil fasiqin. Ka thon ti o Musa, mos e ha veten për zullumçart. Mos e myt veten ti për zullumçart. Mos u mërzit ti për njerëzit. Për popullin e prish mos u mërzit. Për njerëz të cilët i bojnë mëkat Allahu dhe bojnë zullum, mos u mërzit ti për ta. Ti zbatoje urdhin e Zotit xhel xhelalu, mos u mërzit për ata. Fala ta'sa ala alqawmil fasiqin. Tani vëzër 40 vjet kanë met mbrenda mahallas. Çka ndodh tani? Çka ka ndodh mbrenda mahallas? Çelën me mushaf. Këtu vëzër të çkjo ngjarje ka shumë sime. Mirë po na jena në fund, edhe s'kena mundësi, nëse na mundson Allahu xha një herë tjetër me përmend dobitë edhe mësimet që janë në këtë ngjarje. Në surën Al-Baqara, Allahu na tregon neve çka ka ndodhur masi kanë met midis një mahalle. Çka ka ndodhur? Ja. Kanë filluar mushtetsuë bijtë e Israilit. Kanë filluar mushtetsu, edhe kanë thënë o Musa, ne do të desim pi humbjes. Sillemi, pështillemi me një vend. Shkina me dalë, shkina me hungur buk. Apo, atër Allahu xhelalu ala, për mës me vdek dhe me vazhdu gjenerata tjetër, pra vdesin natyrshëm, që të mbesë gjenerata tjetër, të pastrohet. Apo,
Andaj kjo është premtime të mëdha, se ndonjëherë një brez do të më shku komplet, se nuk ndrejçen me ato. Derisa të vjen brez i ri. Andaj Allah 40 vjet e ka ndru brezin, update. Është më shku kin brez me ar tjetër. Se këta më nuk janë kont për shtatshëm për mikrit e tira të Zotit xhelel xhelalu. Andaj thot Allahu o in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum. Nëse ju kthani shpinën Allahit, i bë Allahit të tjerë. Allah inshallah nuk na zaventson neve me të tjerë, po na shfrytëzon për hajër, dhe na shfrytëzon për Islam, dhe na shfrytëzon për iman, dhe na shfrytëzon për me thirrjet e Zotit te bareke ve teala. Kto i kanë ndruar Allahi. Shkoni ju, doni me vdek krejt. Mirë, po desa të vdesin, megjithëse e kanë hub rrugën me gjunahet e veta. Prapse prap ku te çaj Musa. O Musa, e qish me hangër në buk, në miti dilli. Janë hub, as hijes në kanë gjetë. Hiç kanë mujtë kërka me dalë. Thëtë Allahu xhelel xhelalu, wa dhallalna alejhimul ghamama, wa anzalna alejkumul manna was salwa, kulu min tayyibati ma razaqnakum, wa ma zalamuna, walakin kanu anfusahum yadhlimun. Kur kanë ardhur te Musa i kanë thënë, o Musa, e buk ku me blen ashtash. E hupëm hudhën 40 vjet. Kanë nisë mu shqetësue. Plus ata për buk diçka bojnë. Ata për pija diçka bojnë. Këta për sjas janë të shku me luftun për Palestinë, për me hangër. Huna kaidun, na qëtu borrina, për me hangër, këto për me hangër të mytin, këto për me hangër të vrasin. Materializmi kush e ka prodhue? Këta e kanë prodhue. Kapitalizmi kush e ka prodhue? Këta e kanë prodhue. Që njeriu tjetë i angazhuar veç për parët e veta, për dinarin e vet, për materialin e vet. Apo, për këtë arsye na për çka na xhirushëm vëllazër? Për mos më kanë si këta. Për çka s'po ajnë s'po pinë, për mos më kanë si këta. Për këtë arsye shiko, kanë ardhi kanë thënë, e buk, ku të hajna bukna? Atëherë ju ka thënë Allahu xhelel xhelalu, wa dhallalna alejkumul ghamama. Ja u ka bo Allahu hije, ju ka qu re për mi bo hije. Ja, për shkak se Musa ati, ende keni mi fitu begatit e Zotit xhelel xhelalu. Mrena 40 viteve, Allahu ju ka dhënë re. Thot Abdullah ibn Abbasi, re të freskëta. Ju ka qu Zoti re, ka një ati nërfuni, edhe ka nejtë raha, freski e madhe. Shiko begati e Zotit xhelel xhelalu. Dhe kjo është njëra prej komenteve, ku Allahu xhelel ju ka thënë, o atakum, dhe juve ju ka dhënë çka si ka dhënë dunjajës. Ma lem yu'ti ahad min al-alamin. Ç'kjo është? Reja i ka ardhur, ka bo flat. I ka bo flat. Thot Allahu xhelel xhelalu, wa anzalna alaykumul manna was-salwa. Dhe ne ju kemi zbrit piqilo dhe ju ka zbrit. Kanë thënë o Musa, na tash e hupëm rrugën, ndëshkim, ju ka thënë Musa, ndëshkim e keni këta. E tash buk ku me hangër, Allah ju ka zbrit piqile. Piqile vëllezër. Çka ju ka zbrit? Ju ka zbrit men. Çka o men vëllezër? Ka komente të ndryshme. Çka është men? Disa prej tyre kanë thënë lloj i ushqimit të butë, të amël, pak i langshëm, i cili ka zbrit prej qiellës. Men është qujtë se është begati, imtinan o begatia. Ja ka zbrit Allahu xhan në fletat e degëve. Ka shku e ka morë. Apo? Dhe për shkak se jehudit kanë pas gjithmonë merak me deponu e ushqimin. Allah ja u ka bohe shkoha pidegës. Dhe ushqeje vetën, çka provon me deponu prishët. Apo, çka provon me deponu prishët. Për këtë arsye ka transmetuar Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam se ka thënë alaihi salatu wassalam, mos më pas ka mbi të Izraelit mishi nuk ish prish. Ti kur e pren lopën, e merr mishin apo? Para se më ka mbi të Izraelit, mishi s'ka pas nevojë me shtyp frigorifer për mos më prish. Pise kanë ardhur mbi të Izraelit, Allah e ka ndru ligjin universal. Çish e ka ndruë? Kur kanë prej shumë lopë zënginat, çka ka bë? Ka pas fukaran më hall. Kje ka prej lopë të veta edhe i ka depunue. Fukarat i ka lanë. Edhe shka ka po Allahu Gjela, njerë jam ledhë shumë pasanik. Kanë prej lopë për veti, apo ti ruja. Qështu kanë merak do? Deponoje, qështu, deponoje. Maje, thesar, ark, edhe që ka po? Për ndëshkim. Allahu Gjela që ka po? Kur kanë shku, kitë mishat janë prish. Ska, që ka me tas të mish kiti prisht. Atër që kanë po? Ka thonë atër mishin në zetë pu prish ka. Du të me shtim ftoft. Ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, mos me pas qenë bitë e Israelit, nuk ish prish mishi. Pse nuk ish prish? Se ata tu tentu me deponue, Allah ja ka prish.
Andaj ja u ka dhënë këtë në shart. Wa anzalna alaykumul man. Ja u zbritëm, kanë thënë disa komentator, kjo është mjalti. Thotë Imam Ibn Kathiri, ne nuk e dim saktësisht çka është, mirë po disa prej dietarëve kanë thënë, kjo është mjalti. Ka ardhur nga Sha'biu, ka thënë, mjaltin çka e përdorni ju, është 1/70 e ëmbëlsisë së kësaj që ju ka zbrit Allahu bijve të Izraelit. Një copë e 70. Pra, në 69 herë u konë më i mirë menni se sa mjalti. Pra, lloji mjaltit. E kanë gjy bukën me ta. Apo, disa komentatorë kanë thënë ka qenë bukë. Apo, dhe ju ka pru mish. Zoti i Madh te bareke ve teala. Wa anzalna alaykumul manna was-salwa. Salwa çka është? Salwa është plumb, zoj. Ka zbrit. Ja. Ju ka zbrit ndeg, ju ka zbrit të shtëpia. Dhe që ka marr, e ka prej dhe ka hangër. Mirë, po çfarë ju ka thënë Allahu xhelalu ala? Kush e deponon prishet. Wa anzalna alaykumul manna was-salwa. Ju ka thënë Allahu xhelalu, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Hani nga të mirat e pastra që Zoti ju ka zbrit juve. Rizq piçilla dhe zot. Bijve të Israelit për shkak vlerës së Musait dhe Harunit alayhi salatu wassalam. A ja kanë ditë kësaj begatie vlerë dhe zot? Jo, thot Allahu xhelalu. Wa ma zalamuna. Ne nuk e kemi shtim këtu pi padrejtësisë në 40 vjet me hub rrugën. Wa ma zalamuna. Dhe kur kanë bëhe adhurimet viçit, thot Allahu xhelalu. Wa ma zalamuna, ata neve s'ta kanë bëu zullum. Walakin kanu anfusuhum yadhlimun. Ata vetës i kanë bëu zullum. Ata vetës i kanë bëu zullum. Tani vëzë përse me Kur'an, kush është në surën Al-Baqara. Allahu xhelalu në ajetin 58 edhe 59 na tregon, na do të shohim në ligjrat e ardhshme. Ajeti 58 dhe 59 e te kalon ngjarjen. E te kalon ngjarjen. Pse e te kalon ngjarjen vëzër? Kjo ngjarje u idh kulna tkhulu hadhihi al-qarya është kur të hyjnë në Palestinë. A para kësaj na duke qenë në ti, duke qenë në 40 vjeçarin e humbur, çfarë kanë bë? Tu hangër mjalt, men edhe zogj mish tazë më i miri zog, edhe më i miri mish, ja, kanë thonë o Musa, ujë s'kena. Ujë, po na pijet ujë. Atëherë thot Allahu te bareke ve teala, wa idh istasqa Musa liqaumihi. Allahu ju drejtu Musa dhe i tha, o Allah, japi popullit të ujë. S'kan ujë me pi. Udhën e kanë hub, japi ujë me pije. Apo, mi po vëzër tabiat nuk ndron. Apo, ato e kanë ditë shkopin e ka Musa alayhi salatu wassalam. Thot Allahu xhela xhelalu, fa qulna idrib bi'asaka al-hajar. Fa qulna idrib bi'asaka. Se vëzër gjithmonë kur vjen shkopi Allah thot fa qulna. Fa qulna idribuhu bi ba'dhiha te lopa, mshoni lopës. Me copë lope, dekmi të gjallën. Këtu ka thonë fa qulna idrib bi'asaka al-hajar. Se ka thonë ne i tham godit me shkop. Që mës me ardhë një të veqel me morë në shkop me provu mës po qëtë uj. Sepse ka ardhë me urdhin e Allahu, fa qulna ne i tham godite. Që mës të provojë dikush me thonë, hey, abe shkopi helbet, apo bismillah, jo, më shoj sa dush, nuk del uj. Fa qulna na i tham, sa i shkop, ama pa thonë Allah i s'del uj. Fa qulna idrib bi'asaka al-hajar, mshoj me shkop gurit. Mirë po tabiati zdron. A e dini ato problemet 12 kabile që s'kan hindet? Me gjithë se uj tash mungon, s'kan uj. Edhe si cëlli kabile i ka thonë, qitë ma një uj më veç muhe, se spiju në të ki. Shiko vëzër, edhe në munges, edhe në thatësi, këta janë të lesdrum, këta janë të lastun. Apo, a ke po, ka do që shkojnë kam protokollet veçanta. Këto duhet kitë veç mi majtë, këto duhet kitë, qështu janë apo, ki po disa, ketë janë ata. Gjithë mund të shmjallë të udhën atina. A i do, qështu, të veçante do. I kanë thanë, fëmfegjarat minhu 12 ajne. Kanë shpërthi prej gurit. E kanë pas një gurit madhë, shkam. Edhe kanë shpërthi prej ati gurit 12 vrima uj. Thëtë Allahu gjellë gjelalu, kad alime kullu unasin me shrabehum. Si cëla kabile e ka ditë cëla që ishma vetë. Cëla që ishma vetë. Qështë e kanë ditë, ka artë të sfirë që ka përmen Ibn Kathiri, ka thënë, ka shku i pari kabiles. Ka thënë, cëla është që ishma eme, që kjo. Ka thënë, po vetë, vesh për që saj për një ju. Këto. Mësë ishtin buzë të ki qëtëri. A kushere e ka, djemagje i ka. Ithne të ashra të ajne. Sikur që të dejtë e ka qilë 12, edhe këtu e ka qilë 12. Pse vëzër, se tabiati zdronë. Tu konë zor
kanë lip çfarë? Ti kur ki zor për ujë, ti s'nën kushte. Ama këta kanë nuha dhe zë. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, qad alime kullu unasim meshrabahum, kulu washrabu min rizqillahi, wa la ta'thau fil ardi mufsidin. Ju ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu, hani prej mjaltës, hani prej mishit që e zbritëm, washrabu, që e ujë, pini ujë, ngopnu me ujë. Mirë për që e ka thënë, për rizkut Allahot, mësë haroni Allah, kjo begati e Zotit, kjo furnizimi Allah subhanahu wa ta'ala. E kanë pa gurin o dhezër, gurin i kam shume, ka shpërthi uj, fëm fëgjerat, shpërthim ka ba dhezër. Në ajetën ka thënë, fëm begjeset. Thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, ka thënë, hani për rizkut Allah dhe pini për rizkut Allah, mirë po. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, mos asni në tokë me fesad, mos bënin tokë fesad, mos bënin tokë shrigullime, mos i prish një rejnë që ka vendos Allahu subhanahu wa ta'ala në tokën e Zotit Gjelle Gjelaluhu. Pasaj dhe zërë që ka ndodhë, veni rej që ka ndodhë. E që kjo qudia që ka ndodhë të bite Israelit. Tani dhe zërë, në tregon neve Allahu te bareke ve teala në surën Al-Baqara se bitë Israilit duke hangër mjalt edhe duke hangër plumb, mish plumbi e duke pi ujt freskët nën hijen e rejes, i ka marë malli për ata që ka janë rrit me ta, se faraoni veç me kepi ka rujt ato, veç me hudra i ka dhonë, veç pasullu ka dhonë. E këto si janë mësu mjalt, uj, freskët, mish, plumbi, kjo shumë e shtrajto. Me që ka arë pa pare. Apo, për cilën tani në Kur'an dhe zërë, në ajetin 61 të surës Al-Baqara, të të Allahu të bareke ve teala. Wa idh kultum ya Musa, para më dhe zërë, ka thënë Abdullah ibn Abbasi, këtë që kjo ka ndodhë dukon në humbjen e labirintit 40 vjeqarë. Wa idh kultum ya Musa, edhe kur thatë o Musa, vini dhe zërë, nuk i thoi një Rasulullah, ja Musa, o Musa. Tërko që kur sahabët si kanë thanë pejgamberit tonë sallallahu alaihi wasallam, ja Muhammed, asni herë, asni transmetim, as të vetëmën herë nuk ja thonë, ja Muhammed. Transmeton Imam Bukhariu, ka qenë ditë për ditë e pejgamberit alaihi wasallam me një dos drejti. Edhe ka përcin një jehudi. Edhe i ka thonë, ja Abul Qasim, kejfe halu, kejfe asbah. Ka thonë, o Abul Qasim, pejgamberi sa me ka pas Abul Qasim nofkën. E ka pas emrin nofkën Abul Qasim. Edhe ka qenë një sahabi ka përcin një jehudi. Edhe ka thonë, qysh je o Abul Qasim? Ka përshëndet. Mos i ka thonë, ja Rasulullah, ky sahabiu e nxjerr dorën e shuplak arzon. Jehudi. Edhe i thotë, pse s'pi thu ja Rasulullah? A nuk e di që ai dërguari i Allahut? Atëherë pejgamberi sa ka thonë, leje, mos u nguc, nuk ban me urrok. Ka thonë, çështu unë e kam nofkën? A e kam emrin Muhammed? A e kam Abul Qasim? Ky s'u beson mua për Rasulullah. Mi po vëzër, shiko këtë xhelozit të madhe të sahabeve, pse s'pi thu Rasulullah? Edhe i ka ardhi nati, pse i jehudia s'pi thotë Rasulullah? Da ndoshta shiko këto pejgamberë kanë pasi kanë thonë, ja Musa, o Musa, sikur që i gjejnë plot për njerëzve, nuk një autoritet, nuk një njeri ma të ngritur se vetja. A këtë barabari ko, apo? Këtë barabari ko, as janë këtë barabari vëzër. Sa Allah i gradon njerëzin në bi disa të tjerë. Thëtë Allahu te bareke ve teala, wa idh qultum ya Musa len nasbira ala ta'amin wahid. Këto sikur mu kanë në supermarket. A nuk e din se ndëshkim janë 40 vjeqar? Apo, ka thonë Musa, shiko vëzë, subhanallah, meditonë vëzë se kohën e kam baruar për t'i nxjerrë shumë prej mësimeve, se jemi në fund, ne kam vetë vetëm edhe përfundimi i ngjarjes edhe me një ligjërat. Shiko i kanë thonë, o Musa, na sumbojnë sabër veç me një haje. Ta zakonisht njëri kur thot, sumbojnë sabër veç me një haje, sigurisht ato lip diçka tjetër. Apo për shembull, ç'kjo mjalta s'kana pas e mirë, a ki doni mjalt tjetër më të mirë? Zakonisht ashtu apo? A ki diçka më të mirë se kjo? Shiko çka kanë lipo vëzër. Ka thonë len nasbira ala ta'amin wahid. Na smunë me sabër me një ushqim. E mirë, çka doni? Hajta shkojmë çka doni. Thot Allahu xhelal xhelal. Fad'u lana rabbak. Pse i kanë thonë lutë Zotin tan se u krin në humbje janë, në labirint janë. S'kan mujt vetë me punu tokën, s'kan mujt vetë me shkue. Kanë thonë lutë Zotin tan, Zotin tan. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tunbitul ardu. Na kena qef me hangër prej perimeve të tokës, prej zarzavateve të tokë, pi jeshillëk këtë gjelbërimit të tokës. Kjo mjalta mirë, edhe plumi mirë,
edhe ujë i mirë, këtë mira. Andaj, ka thënë më këthiri, ka qenë haja që se ka hangër kur kush në dunja, këta të mjerët kanë lip hudra. Haja Allah ka thënë, kur kush që ka thënë, pitë qikë dhe ja kam zbrit, mjaltën. Ju ka zbrit, a di që ka një mjalta? Ka zbrit dega të shpia e vetë. Kive që ka dalë jashtë dhe që ka morë, ka hangër. Ka morë bukën e ka në gjyë, e ka pas freskët piqille. Ja thënë Allahu Gjelle Gjelaluhu, ju khrish lena mimma të mbitur ardë. Piperimeve tokës dojnë, piperimeve tokës. Qka dojnë o dhe zërë? Andaj, për të reguar o dhe zërë, vinire, për të reguar se ka shkue ashpërsia e kërkesave në nivel shumë të keq, Allahu dërnë ditë kiametit e ka regjistru hudrën Kur'an. Ju e një shpirtin e kini të pasulit, shpirt hudre, shpirt kepe, shpirt kastraveci, se kastravec kanë lipë. Apo ju dajmë qudia, po kastravec, Allah e ka regjistru, për qëllë me Kur'an. Hape ajetin 61 surën e Bakara, dhe të Allahu Gjelle Gjelalu, mimma tumbitul ardu mim bakliha. I kanë thanë, dojna me hangër nja, kastravec. O mjallë kije, abe, ma lip be kastravecë, ma lip. Ja ka lip, a kini pa disa njerës, o ti sa dush ka dzoj Kur'an, sa dush ka dzoj hadith. A ma thot kastravecin. Kastravecin e do. Merë do kastravecin. Haje kastravecin, pas shka dush pas kastravec. Për këta shqyrë, disa njerës nuk dojnë. Ja u jap të Sheikhul Islamu Tejmije, ja jap i Ibn Qayyim el-Jauziyje, ja jap i Imam Dhahabiu, na i thot, një vlla më tha qështu, o vlla, lebe atë vlavin Allah, se Sheikhul Islamu Tejmije, rahimahullah, Ebu Hanife, Imam Maliku, thot, po ama shkët ta veti unë ata. Shkon e vetë, kanë zduhet, të e pas, mjaltën të e pas. Të e pas margaritarin për para vetin. Ja jep Allahu imam i qonë, ja u qanë Allahu Gjellu Ala, këti umetit gjitha to imam, ama shumë a kesh kur ki nostalgji për kastravecin. O dhe zra, për ju duket që di kastraveci, po lexon në Kur'an. Mim bakliha, kastravec dojna. E dyta, ja, wa qithaiha, hudër dojna. Nuk shkon thot pa e ngji pak me hudër. Mjalta shkon me hudër atë. Kan lip hudër o dhe zër. Për të në të regu Allahu Gjellola se kanë tërturu Musa. Në dhaj Musa u ka qudit, ka thane të stëbdilu në ledhi hua edna bil ledhi hua khajr. Androt mëre hudra me mjalti, ka thane Musa. A lijet mëre mjalta për hudër, o ju njerëz. A lijet mëre zogi piqile ka zbrit, tim lip mu kastravet. Po që të janë? Andaj një ditë për ditëve, kër e ka ranu një njëri për nga mena sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka thonë, kur pedan ti parën, s'po je i drejt. Khalid ibn Walidi ka pa që atë njëri ka thonë, ja Rasulullah, atja ka zëju në venin kërë, ata ekzekutojnë ven. Ka thonë, lej. Ka thonë, Allah e më shirov vlavin të Musajn. Shumë ka hek Musaj me këtë njerës. Dhe shumë kanë me hek ummeti Muhammed a.s. me bite këtyre njerësve. Allah i forcoft umetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i kthejt në fejen e vet, dhe i kthejt në Kur'anin e vet, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shikoj se kanë thënë wa qithaiha wa fumiha. Çka kanë lip tash vëllazër? Grosh. Grosh kanë lip. Çish be grosh lip? Fasule kanë lip. Ti u thon Allahu mjalt edhe mish plumbi. Pastaj kanë thënë wa adasiha wa basaliha. Ka thonë dojna na prej lloje të ushqimeve, threzave të trungujve që dalin, tolla, bimbarishte, që dalin në për tokë. Lloj i jeshillëkit. Dhe kanë thonë wa basaliha, edhe në fund mos haro edhe le të ketë edhe kep. Edhe kepa, le të ketë edhe kep. E keni po thot çiti, e keni po thot ket komplet shtenja. Allah po a ti mo veç edhe mbeturinë se s'ka me. E keni po të ushqime që janë. Shtinë valla, po ai veç edhe mbeturinë mo me shti aty. Na nuk e dinë që ne do hangër o vëzër. Apo, mos anena laraman smuje, normal, se ka thonë alayhi salatu wassalam, gjëja që ma e sherrit e mbush biri Ademit strajca e lukthit. A e këshirë pak që ti shka i të shti ajo? Mas pali a e këshirë halal ajo? E mos anë këshirë që kërejnë të hangër o vëzër. Që kërejnë të hangër? E me qatë hangë me o vëzër, po normal me se së në qohër sabah mu falë. Sa i lukthi se ti shë i ki quti. Ku ki mu quti mu falë në sabah? Ku ki me e zanë sabahit? Po këta si dhe që kanë lip, ka thonë vë basaliha. Atëre, Musa a.s. nuk është qëtësu shumë. Ka thonë, të stëbdilu në ledhi hua edna, bil ledhi hua khajr. Ka thonë, apo kërkoni me ndryshu dhe me zëvëndsue. Ajo e cila ma e khajrit, plumb, mish plumbi, uj freskët,
فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت. A gjithaj ujë fresk ka dalë vëllezër, pigurit të Allahu xhela xhelalu. Ju ka thënë Allahu mjalt, te kanë lip, i ka lip të shej kanë lip. Atëherë Allahu te bareke ve teala ju ka thënë Musa ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Ka thënë çka i keni tokë. Çe lut Allah, hani hudra, hani grosh, hani kep, hani këto kastraveca, se çajo apo juve, s'dini diçka tjetër. Thot Allahu subhanahu wa taala ka thënë vazhdim wa dhuribat alayhimu dhillatu wal maskana. Ju ka vulos atyre poshtërsia, fukarallëki, edhe miskinllëki, edhe varfëria dhe porulësia. Gjithmonë kanë me qenë inferior, gjithmonë do të frigohen, gjithmonë kanë me pas tut se kanë më ndodhur një sherr. Thot Allahu subhanahu wa taala vazhdim wa ba'u bi ghadabin min Allah. E kanë fituar hidhnimin e Allahit, idhrimin e Allahut. Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah. Kjo nga se ata e kanë mohuar varg ajetesh, zinxhir ajetesh të Allahit i kanë mohuar. Wa yaqtuluna an-nabiyyin bighayri al-haqq. Dhe shtesë kësaj, jo të gjithë, disa prej tyre i kanë vrarë pejgambert. Ka thënë Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu, në sabah e kanë vrarë pejgamberin, ndreke kanë qelë tezgën. Ndreke kanë qelë tezgën. Qas ftoft që janë, që aty ta ban zullumin, në kajlë se ka. E kanë vrarë pejgamberin, pejgamber ka që dorë pejgamber. E ka vrarë, ndreke ka qelë tezgën. Shiko këto, 40 vjetë e kanë rrugën, Allah lipin jo e duket, jo se duket, jo se dukta, jo qëtë ma këta. Po ti e në dëshkim, Allah e ka mëshiru. Allahu Gjellë ka mëshiru për shkak Musait alayhi salatu selam. Dhe Allahu Gjellë Gjellë dhalika bima asaw. Kjo ka qenë rezultat përfundim për shkak të rebelimit, të mosdëgjimit të tyre ndaj Zotit te bareke ve teala. Wa kanu ya'tadun. Dhe këta i kishin kaluar të gjithë kufit e Zotit subhanahu wa taala. E pas kësaj vëzë çka ndodh? Pas kësaj çka ndodh? Na tregon Allahu te bareke ve teala dhe na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se duke qenë në humbjen e fundit, në 40 vjeçarin e humbjes në labirint, atëherë Allahu xhelalu ala ja merr shpirtin edhe Harunit edhe Musait alayhi salatu wassalam, dhe pastaj ja mundson Allahu xhelalu me shirue Palestinën. Këta do ta shtyjnë për ligjëratën e ardhshme, do ta shohim se si ka ndruar jetë Haruni dhe si ka ndruar jetë Musa alayhi salatu wassalam, dhe do ta shohim se si ka përfunduar jeta e tij, sikur që na ka rrëfyer në hadith Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Elusim Zotin e Madh në këtë ditë agjërimi, në ditë të madhe të Ramazanit. Allahu kontributet tona t'i pranon, agjërimet tona t'i pranon, lutjet tona Allahu t'i pranon, qafat tona Allahu t'i liron për xhenemit. Allahu t'na ban prej banorëve të xhenetit ya Rabbul Alamin. Allahu t'i pastron gjoksat tona, Allahu t'i pastron mëkatet e tona, Allahu t'i pastron gjunaat dhe të gjitha të ligët që ja kemi bërë Zoti xhelle xhelalu. Elusim Zotin e Madh te bareke ve teala që kudo që ja kemi qelluar, ajo ka qenë prej Allahut, Allahu na shpërblej. E kudo që kemi gabuar, ka qenë prej meje dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu ta fal. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.